Fëmijët që pajisen me një telefon të mençur para moshës 12 vjeç e rrezikojnë më shumë probleme fizike dhe mendore, sipas një studimi të botuar së fundmi në revistën Pediatrics. Hulumtimi, që analizoi mbi 10.500 fëmijë nga programi afatgjat amerikan Adolescent Brain Cognitive Development, tregon se përdorimi i hershëm i telefonit lidhet me rritje të depresionit, shtim në peshë dhe cilësi më të dobët të gjumit. Sipas autorëve, sa më i vogël të jetë fëmia kur merr pajisjen e parë, aq më i lartë paraqitet rreziku për obezitet dhe gjumë të çrregullt. Një grup tjetër fëmijësh që ende nuk kishin telefon në moshën 12 vjeçare u monitorua për një vit. Ata që e morën telefonin gjatë këtij intervali raportuan më shumë probleme emocionale dhe gjumë më të keq, krahasuar në ata që nuk morën. Dhënia e një telefoni fëmijës duhet parë si një vendim që prek drejt për drejt shëndetin e tij, thekson autori kryesor i studimit Ram Barzilej, psikiatër për fëmijë dhe adoleshent në Spitalin e Fëmijëve të Filadelfias. Studiuesit nënvizojnë se bëhet fjalë për lidhje statistikore, jo domosdoshmërisht për shkak pasojë. Megjithatë, kërkimet e mëparshme tregojnë se fëmijët që përdorin telefona shpesh sakrifikojnë kohën për aktivitet fizik, shoqëri dhe gjumë, element kyç për zhvillimin e shëndetshëm. Adoleshenca mbetet një fazë shumë e ndjeshme, ku edhe ndryshimet e vogla mund të krijojnë pasoja afatgjata.